Tregona fillimisht pak kështu kontekstin, çka ishte problemi dhe pse u dosht ta themi kështu të arrihet një marrëveshje, pse puna kaq ngushtë që paksa të ketë një shqetësim që ndoshta do të mungon trafiku urban, e që për fat mirë jo, sepse po vazhdon edhe sot kum qenë klient i juve ose kumultuar. Pse puna deri këtu? Çka është marrëveshja? Po, për një përmirësu juve, jam ushtrues detyre kryeshefit ekzekutiv, jo drejtori i prokurimit. Okej, fal. Na pas diskutimit edhe me përfaqësues punëtorë dhe me sindikata që janë dy në trafikun urban, ne kemi arritur marrëveshje që punët të vazhdojnë normalisht në ofrimin e shërbimit transportit publik në kryeqytet. Edhe krahas kësaj në vazhdimsi dhe në formë aktive na të shqyrtojnë atë gjitha kërkesat që rrithen nga sindikatat në drejtim të vlerësimit të kushteve sa më të mira të punës për punonjësit. Ne aktualisht si ndërmarrje jemi duke funksionuar në atë kuptim që sa më shumë që kemi të hyra në këtu, të hyra i kemi këtu drejt punëtorëve, duke plotësuar kushtet e punës, duke i ofruar paga më të mira, duke i ofruar shujta të mira, edhe duke i ofruar sigurim shëndetësor. Është shumë lejë i mirë për qytetin që nuk do të ketë grevë, do të vazhdoj punën normalisht edhe do të vazhdojnë kërkesat në trajtim brenda në ndërmarrje për plotësimin e kushteve të punës për punonjësit. Pa dyshim që kjo është një lajm i mirë, do të mendoni që një herë për gjithmonë të zgjidhet kjo çështje, pra tash kur kemi edhe e di që kjo është ndërmarrje publike, ndoshta më shumë lidhet me komunat, por e dim që është ndërmarrje publike shtetërore, tash kemi kuvend edhe qeveri të re, a ka gjasa që mos të vijnë deri puna të situata të tilla në të ardhmen? Nuk e besoj që do të ketë situata të tilla, sepse në koordinim me sindikatat jemi dakorduar që për çdo temë të diskutojnë amrena si ndërmarrje, pastaj të marrin veprime të tilla. Ky veprim i sindikatave besoj që do mirë, por ne kemi arritur ta menaxhojmë këtë situatë mirë brenda ndërmarrjes. Siç e thënë më herët, gjatë këtij viti është nisë mars, me fond viti 2026, është miratuar në komunën të Prishtinës buxheti komunal, edhe po besoj që pasi që është themeluar edhe kuvendi dhe qeveria, nuk do të kemi pengesa me buxhetin as ndërmarrjes as të komunave. Po e kemi një ndërpyetje të lehtë, pra jemi me ushtruesin e detyrës së kryeshefit ekzekutiv të trafikut urban, zotin Qëndrim Vitia, i cili pra po na tregon që është arritur marrëveshja. Po zoti Vitia, se patëm një ndërprerje? Edhe tash nuk do të kemi as probleme me buxhet me komunën e Prishtinës, as me qeverinë e Kosovës, edhe nuk do të ketë shqetësim për asnjë qytetar që nuk do të ketë transport publik, sepse gjitha kërkesat që janë nga sindikata dhe ka punonjësit do të trajtohen nga menaxhmenti i trafikut urban. Sa për informatën e juaj edhe të publikut, punëtorët e trafikut urban nuk janë që kanë kushte të këqija të punës, sepse ata kanë pagën mujore bazë, paguhen 7 euro në ditë për shujt, ju paguhen sigurimi shëndetësor, ju paguhen stazhi punës, kështu që paga mujore arrin vajgin e vlerë edhe për shoferët, për konduktore, për gjithë stafin që nuk themi që është e kënaqshme, po me çdo kushte që kemi është ndoshta e mjaftueshme. Megjithatë, ne si menaxhment jemi vazhdimisht të fokusuar në përmirësimin edhe me të kushteve të punës për punëtorët. Po këto po e shoh që e keni potencuar edhe në këtë njoftimin që keni bërë në faqen e zyrtare në rrjetet sociale, sa i përket kërkesave të punëtorëve, përmirësimin e kushteve të punës dhe ngritjen e pagave, ndërmarrja mbetet e përkushtuar në vazhdimsi për të vazhduar tutje. Po na gëzon ky lajm edhe natyrisht e dim që sidomos ne që përdorim transportin publik e hasim trafikun urban dhe jo vetëm çdo ditë, prandaj është një lajm i mirë. Çka mendoni se pritni pra, ta themi kështu, në të ardhmen nga institucionet në mënyrë që shërbimi për qytetarët nga trafiku urban, por edhe kushtet e përgjithshme brenda kompanisë edhe brenda shërbimit që ofroni të jenë më të mira? Çka ju siguroj në këtë moment që nuk do të ketë zhvillim të transportit publik në asnjë formë, në asnjë moment.
edhe çka i siguroj punonjësit e trafikut urban që në vazhdimsi unë personalisht se bashkë me menaxhmentin, bordin drejtor dhe komunën e Prishtinës do të përkujdesemi për avancim të kushteve të punës për punonjësit. Kështu që transport publik do të ketë përdorim edhe jemi të fokusuar që kërkesat e punëtorëve dhe sindikatave të jenë në shqyrtim aktiv dhe do të drejtohen në momentin që ndërmarrja ka përmirësim të bilancit financiar. Po, edhe po e shohim nga komuna, atje kemi kuptuar, janë të vendosur edhe pritore të reja që diçka që po besoj bëhet në bashkëpunim me trafikun urban dhe është diçka pozitive në përgjithësi që qytetarët të kenë një shërbim sa më të mirë, apo jo? Po, sakt. Zotri Vitia, ju falemderit shumë për kohën, neve na vjen shumë mirë që nuk është duke u mbajtur kjo protestë, po besoj që ata të cilët kanë dëgjuar këtu në radio, po ashtu edhe në televizionin Klan Kosova, kanë marrë informacione dhe nuk do të kenë probleme, pra mund të qarkullojnë me autobuset e trafikut urban. Faleminderit shumë për ju. Ditë mbarë. Faleminderit shumë. Ishim pra me ushtruesin e detyrës së kryeshefit ekzekutiv të trafikut urban, zotin Qëndrim Vitia, i cili na sqaroi se ai një mini kërcënim i vockël që do të mund të ketë pezullim të trafikut urban është evituar pasi që është arritur marrëveshja dhe kjo na gëzon padyshim sepse dim që një pjesë e madhe e qytetarëve kanë mjetin numër 1 të transportit nga pika A në pikën B. Ne jemi me frekuencat 95.2, 90.8 këtu në emisionin Fol me Arin, 048 400 00